Një 73 vjeçar nga Negotina ka denoncuar në polici se para ca kohësh një person i panjohur të cilin e kanë takuar në parkun e qytetit në Gostivar. I ka ofruar atij se do të ndërmjetësoj që të martohen me një femër, pas shka atij do t'i rritej pensioni invalidor. Me këtë rast i panjohuri ka kërkuar të moshuarit disa herë para për gjoja rregullimin e dokumentacionit për katës. Ndërkohë që asgjë nga marrëveshja nuk është plotësuar deri më tani, 73 vjeçari ka vendosur të paraqes rastin në polici duke e kuptuar se ka ra pre e një mashtrimi. Në qytetin e Gostivarit me të madhe po operojnë persona të pandërgjegjshëm të cilët i mashtrojnë qytetarët me qëllim për t'u marrë paratë e tyre. Një 73 vjeçar me inicialet EA nga Negotina dje ka denoncuar në polici se para ca kohësh një person i panjohur të cilën e ka takuar në parkun e qytetit në Gostivar i ka ofruar atij se do të ndërmjetësoj që të martohet me një femër, pas çka atij do t'i rritej pensioni invalidor. Me këtë rast, i panjohuri fillimisht i ka kërkuar 120 denar, ndërsa më pas edhe 340 euro të tjera për gjoja rregullimin e dokumentacionit për katës dhe më në fund edhe 1000 denar. Ndërkohë që asgjë nga marrëveshja nuk është plotësuar deri më tani, 73 vjeçari ka vendosur që të paraqes rastin në polici, duke e kuptuar se ka ra pre e një mashtrimi. Organet kompetente kanë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të rastit dhe gjetje të mashtruesit. Ndërsa nga stacioni policor në Gostivar përsërisin apelin që qytetarët të shmangen kontakteve me persona të panjohur. Apelojmë që të mos huazohen personave të panjohur para, dokumente personale apo kopje nga të njëjtat, sepse ata mund të keqpërdoren shumë lehtë. Nëse përballen me raste të këtilla, qytetarët duhet menjëherë që të njoftojnë stacionin më të afërt policor, me çka do t'ju ndihmohet në zbulimin dhe sanksionimin e mashtruesve, theksojnë nga sektori i punëve të brendshme Tetov. Sipas raporteve të deritanishme të policisë, më shumë nga këto mashtrime ndodhin në pjesën qendrore të qytetit, ku gjenden edhe institucione të ndryshme publike dhe frekuentimi është më i madh, por nuk mungojnë edhe mashtrues në vendet periferike, siç janë stacionet e trenave dhe autobusave. Ndërkaq, prej këtyre mashtrimeve, më së shumti janë pleqët, të cilët më lehtë bien në kurthet e përgatitura.